edhe ju prezantova gjatë bisedës, do të flasim në fakt për aksidentin e ditës së djeshme në Durrës, specifikisht, por edhe në fakt për shkaqet e aksidenteve në tërësi, edhe për problematikat e rrugëve në vendin tonë, numrin e lartë të fataliteteve, cilat mund të jenë shkaqet. Këto janë pak a shumë në vija të përgjithshme, domethënë ato për të cilat do bisedojmë. Atëherë, ditën e djeshme, në fakt, u konstatua se shkaku kryesor i aksidentit ku fatkeqësisht u bën jetën 2 të mitur, ishte fakti që drejtuesi i automjetit ishte në gjendje të dehur. A mendoni se ende alkooli nuk perceptohet si rrezik real nga shoqëria dhe vazhdon ende në fakt të jetë një nga shkaqet kryesore përse përgjaken rrugët tona? Ku çedon roli i shtetit në këtë pjesë edhe Po. Alkooli është një fenomen i shtuar tek ne. Janë marrë mjaft masa, janë arrestuar, por me çfarë shohun e kam përfunduar misionin e tij masa që jepet në gjykata, sepse ata mbajnë 3 ditë para burgim, dalin në gjyq dhe pastaj ju vjen vendoset një gjobë. Ata paguajnë gjobën edhe pastaj ja përsëritës ka kështu. Megjithatë nuk e ka efektin e vet, pavarësisht se është konsideruar vepër penale, përsëri nuk e ka fuqinë e vet. Unë do ta mendoja se kjo është më mirë që këtyre personave duhet të hequr patenta për gjithë jetën. Pra, po për dobi alkoolike nuk duhet të jesh për shofer. Kaq koment kam për këtë. E qartë, pra për ju është zgjidhja e heqja e patentës. Për gjithë jetën. Për gjithë jetën, e qartë. Po krijohet një kulturë pandëshkueshmërie në rrugë, ku shoferët në fakt ndihen të lirë që të shkelin rregulla, sepse kontrollet janë të pakta dhe siç e thatë edhe ju, domethënë në një përfundojnë zakonisht vetëm me gjoba. A mendoni se duhet që të ketë një ashpërsim për sa i përket që mos të jetë thjesht si shkelje administrative, por që të jetë vepër penale? Po jo, ne pjenë alkoolike për shembull dhe kemi vepër penale, po nuk është ky problem. Problemi është që ne jemi një shoqëri e prapambetur, jemi shoqëri e emancipuar, që të kuptojmë problemet dhe të jemi në raport që sa të këqija na sjell kjo për shoqërinë, sa të këqija sjellim ne për veten tonë. Pra, kjo kërkon emancipim, nuk kërkon masa, se shteti nuk ka 700.000 policë, se ne kemi 700.000 automobile që qarkullojnë. Pra nuk e ka mundësinë që shteti na vendosë se cilit nga ne, nga një policë makinë. Zoti Hoxha, nga konstatimet tuaja, gjatë viteve të eksperiencës ose edhe bazuar edhe në vitet e kaluara, cilat janë disa nga shkaqet kryesore dhe pse ne kemi fatalitete kaq të larta nga aksidentet? Por ne kemi shumë element, sepse vetë aksidenti rrugor është një mozaik i madh. Pra, ka mungesë sinjalistike rrugore, ka mungesë sinjalistike horizontale, vertikale, me shef kemi një mori problemesh në rrugët, nuk kemi standardin e duhur, drejtuesit e automobilave, siç duket, i marrin leje të drejtimit jo në kushte normale, pra nuk në shtoret testimit, përdoren pije alkoolike, përdoren blend narkotike, me fjalë ka një mori problemesh, që kërkojnë një analizë shumë të thelluar, edhe të dilet pasaj në një konkluzion tekniko-shkencor që pastaj të merren masat e duhura për të ndryshuar edhe masat në kodin rrugor, edhe njerëzit fillojnë të ndryshojnë mentalitetin, fillojnë të mendojnë ndryshe. A është në fakt mos përdorimi i rripit të sigurimit apo mos respektimi i sinjalistikës një nga arsyet kryesore të fataliteteve? Po patjetër, mos përdorimi i sigurimit në rast të një aksidenti është llogaritur që 85% rripi i sigurimit të mbron. Dhe 15% pastaj është negativ, sepse të vikulën të bën dëmtime nga brinjit. Por 85% është pozitiv. Kështu që mos vendosë rrugët e sigurimit në rast të një aksidenti të krijojë fatalitet, edhe është domosdoshmë duhet përdorur. E qartë. Çfarë mendoni se duhet të ndryshojë urgjentisht që të ketë një përmirësim? Sepse një nga shkaqet kryesore është edhe sinjalistika, siç e thatë edhe ju, edhe mungesa e standardeve të rrugëve. Cilat janë ato masa që duhet të merren në mënyrë sa më urgjente për të rregulluar të paktën pikat e zeza, hartën me pikat e zeza të rrugëve në vendin tonë? Po kjo kërkon një studim me grup studimor, nuk çështje opinioni.
Pra duhet një grup me specialistë të përgjithshëm që të analizojnë të gjitha këto gjëra dhe pastaj më pas me këtyre të llogarit edhe buxheti që nevojitet dhe mbas të buxheti pastaj të fillojë riparimi i këtyre pikave të zeza. Se këto janë të shoqëruar me një buxhet që shkon rreth 5 milion euro, nuk është fjalë kot kjo. Kështu që është pak e rëndësishme të kërkon një studim me grup dikasterash. A është bërë, keni dieni nëse është bërë një studim, domethënë nëse ka nisur një për përmirësimin? Ka 2-3 studime, nuk e di se është përfunduar akoma, po e di që janë në studime sipër. E qartë. Tani, për sa i përket në fakt një urdhri që ka dalë datën 10 prill, ku hoqën patrullat nga rruga, mendoni se kjo do të ndikojë edhe më negativisht për sa i përket numrit të aksidenteve, sepse do të shihet në fakt si një mungesë e kontrollit dhe mund të ketë më tepër shkelje. Janë shtrirë kablot, janë vendosur kamerat, me fjalë, tash njerëzit janë në vëzhgim e sipër. Gjitha rrugët pothuajse janë vëzhgim. Për ashtu rrugicat këto që nuk i vëzhgon njëri, por arteret kryesore të rrugëve tona janë të monitoruara. E qartë. Cila është thirrja juaj për sa i përket të drejtuesve të mjeteve apo edhe autoriteteve? Po, njërat parë qytetarët duhet të civilizohen vetvete, duhet kuptojnë që jeta është shumë e shtrembët, duhet ta humbasin këtë, po duhet kanë edhe kujdes për mbrojtjen e jetës të tjerëve, të qytetarëve të tjerë. Ndërsa shteti duhet të ndërtojë menjëherë një program pune të detajuar për të parandaluar gjithë aksidentet që mos shkojnë deri në aksident, por të parandaluar para se këto të ndodhin. Mendoni se sistemi i patentimit ka problematika dhe çfarë duhet ndryshuar? Po çdo sistem ka problematikat e veta, negative dhe pozitive, po problemi është që edhe kjo kërkon një studim të detajuar, që ne nuk e kemi. Për shembull, stati duhet të ketë sa virtus automobilash kanë shkaktuar aksident me le drejtimi, sa pa le drejtimi, sa kanë kaq vjet të përvojë, me përvojë, me kështu, për të kërkuar një shkallëzim. Se nëse flitet me perceptime, pastaj merr masa dhe bie gabime. Ndërsa kur bëhet studimi të një studimi thelluar, janë gjëra të provuara dhe si të tilla janë masat që merren pastaj janë studiuara. E qartë. Unë ju falenderoj për kohën tuaj, zoti Hoxha, edhe dëgjohemi në intervista të tjera.